Ky vizion zhvillimi i materializuar në një program i cili është i ndarë në një sër elementësh që përbëjnë strategjinë tonë, është një vizion diametralisht i kundërt me boshllëkun që ne kemi sot në anën tjetër, në anën që fatkeqësisht qeverisë vendin. Duke folur për kampusin e ri universitar, flasim në fakt për një vizion që është më shumë se sa një vizion i administrimit vendor. Është një vizion i zhvillimit vendor dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë fushat zgjedhore të kuptojnë se më shumë se asnjëherë në të shkuarën këto zgjedhje nuk janë një zgjedhje mes partish. Këto zgjedhje janë një zgjedhje mes të shkuarës dhe të ardhmes. Këto zgjedhje janë zgjedhje të cilat përcaktojnë nivelin e lirisë individuale, nivelin e lirisë familjare dhe komunitare, e lirisë demokratike dhe e lirisë ekonomike të gjithë secilit. Këto zgjedhje janë shumë për çdo qytetar dhe për çdo familje të zakonshme të këtij vendi për të mos marrë pjesë në votim. Këto zgjedhje janë shumë për të rënë pre e presionit të atyre që duan me çdo kusht të dekurajojnë pjesëmarrjen në votim, duan me çdo kusht të ulin nivelin e pjesëmarrjes së një mase të madhe qytetare që pavarësisht se në çfarë beson idealisht, konkretisht e ka domosdoshme që të çlirohet nga kthetrat e një pushteti që për ditë e më shumë po asfikson demokracinë dhe po asfikson ekonominë. Këto zgjedhje janë thelbësisht politike se kanë të bëjnë me frymën dhe orientimin e politikës kombëtare në sigurisht raport me problemet e qytetarëve. Faleminderit.